Opinioni në Gostivar sot është shokuar edhe një herë pasi një i mitur 15 vjeçar është arrestuar pas denoncimit se ai kishte kryer veprime seksuale ndaj motrës së tij të mitur. Informacionin e kanë konfirmuar edhe nga policia, nga ku theksojnë se gjatë bisedës me viktimën, ajo ka pranuar se ngacmimet kishin filluar një vit më parë, ndërsa 3 muaj më parë i mituri, duke përdorur forcë fizike, kishte kryer veprim seksual mbi të. Dje në orën 9:20 në Gostivar, inspektorët policor nga Departamenti i Punëve të Brendshme në Gostivar, në prani të punonjësit social kanë privuar nga liria një të mitur 15 vjeçar, duke vepruar sipas një denoncimi paraprak se ai kishte ngacmuar seksualisht dhe kishte kryer veprime seksuale ndaj motrës së tij të mitur. Në një bisedë zyrtare në prani të përfaqësuesve të Qendrës Ndërkomunale për Punë Sociale në Gostivar, e mitura ka sqaruar se ngacmimi kishte filluar rreth një vit më parë përmes mesazheve dhe përmbajtjeve të pahishme, ndërsa më vonë kishte vazhduar me prekje fizike dhe tentativa për detyrim në marrëdhënie seksuale. Sipas dëshmisë, para 3 muajsh i mituri, duke përdorur forcë fizike, kishte kryer veprim seksual mbi të, thuhet në njoftimin e policisë. Nga atje theksojnë se e mitura i është dorëzuar në kujdes Qendrës për Punë Sociale në Gostivar për mbrojtje dhe veprim të mëtejshëm. Në koordinim me prokurorin publik janë ndërmarrë masa për zbarjen dhe dokumentimin e plotë të rastit. I mituri është dërguar para gjyqtarit të procedurës paraprake, i cili ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh, pas çka është dërguar në institucionin penal përmirësues Burgu i Shkupit për vuajtjen e masës.